Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme kam kënaqësinë që të zhvilloj një bisedë me gazetarin Milain Zeka. Zoti Zeka, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje juve. Jo vetëm në javën e fundit, por gjithmonë, por sidomos në ditët e fundit ju keni qenë kryefjalë e mediave si në Prishtinë ndej Drinit, por edhe këtej. Duket që çështja e spionazhit nuk e dikte, po tek shqiptarët ngjit shumë. Po, Edhe ju keni po. qenë prezent në momentin e arrestimit të zotit Fatmir Sheholli, keni shpjeguar shumë herë atë rast në mediat në Prishtinë, por faleminderit që pranuat që të zhvillojmë të bisedë sot për të folur edhe për ata që nuk ju kanë dëgjuar. Doja t'ju pyesja fillimisht mas këtyre ditëve që kanë kaluar, së pari ju si ndiheni pas asaj fortune dhe së dyti ku përfundoi USB-ja? Po, unë paraprakisht momentet që i kam marrë materialet edhe të printuara edhe USB-n, do më thonë, bazë të ndjeshmërisë të materialit që bante fjalë për nën kryetarin e Kuvendit të Republikës së Kosovës, zotin Rashić, unë e kontaktova kryeprokurorin e prokurorisë speciale, që është, sikur me thonë, SPAK-u në Shqipëri. Po Blerim Yusufën. Bleri Misufin, edhe ai nuk dëshironte që të konsideroj si ndërhyrje në zgjedhjet lokale nga ana e prokurorisë. Vendosëm që materialet të dorëzoj ditën e hane, me datën 13, por e hanja ka qenë e hanë, kështu që dje i kam dorëzuar në prokurori të gjitha materialet edhe kaq. Sa i përket kësaj fortunës ose budallallekut ballkanik, jo vetëm shqiptar, po që jetojmë në teoritë e konspiracionit, e të spionazhit, dëshiroj vetëm të them një diçka që ne gazetarët jemi njësoj sikur prokurorët dhe policët hetues. Ne rrim me bosat drogës, rrina me bosat prostitucionit, rrim me kriminal, me hajdut, me politikan, me gjitha kategoritë. Unë realisht atë ditë e konsideroj, këtë e kam thonë edhe publikisht, e kam thonë edhe policisë, edhe prokurorisë, që skenari i Ministrit Punëve të Brendshme të Republikës të Kosovës edhe skenari i kryeministrit Albin Kurti, për shkak të fuqisë time shumë të madhe mediatike në gjithë Ballkanin, e jo vetëm, ka qenë që ta arrestojnë në momentin kur ai ka hyrë në hollin e hotelit. E para unë kam qenë i shoqëruar nga dikush tjetër, e dyta kisha shku për të takuar dy artistët tona të mëdhaja, Eli Farën dhe Irma Libovën, të cilat ishin akoma në gjumë, dhe me merr në telefon Fatmir Sheholli, kolegi yni, gazetar, opinionist, analist, që ka qenë gjitha televizionet e Shqipërisë edhe të Kosovës, dhe thot, atë pim një kafe, thot se kam për të bisedu diçka. Edhe ai kishte qenë realisht e kishte hetu si duket punën që po e përndiqnin. I thash unë jam filan ven. Tani lind pyetja kur ky ka qenë nën përgjim dhe nën vëzhgim, nën përcjellje. Pse policia nuk e arrestu në momentin që dolin nga shtëpia? Në momentin kur hyrin makinën e tij në parking. Pra, Momentin dyshoni që kjo u bë për t'ju bërë pis edhe ju. nuk jam, mu thojnë anglisht më anë bytha, na kupton se une pes mund ta bëj vetëm veten time, a kupton? Askush nuk të ban ty pes. Po them edhe një herë, une prap nesër kur del Fatmir Sheholli nga burgu, prap do rri me te. Rri me spijoj, me kriminal, me vrasës, me gjitha kategoritë. Unë jam gazetar, mu më intereson me mbledh material dhe pastaj me e klasifiku materialin dhe me hudh në publik atë material për cilin une konsideroj që është interes publik. Por, arrestimi ti është bo me skenar të Ministrit të Punëve të Brendshme, zotit Sfeqla, i cili akoma pa u arrestu ai doli dhe tha që u arrestu spioni më i madh në historinë e Kosovës. Tani unë ty po ta baj një pyetje. Këta spijujt e mëdhaj, FBI ose shërbimet perëndimore,
ai arrestojnë hollet hoteleve, ai arrestojnë 3 natës në pijame kur janë, apo kupton, ai duhet të arrestoj sipas një skenari, çdo skenari të mundshëm duhet të arrestoj në shtëpinë mëngjes. Por ky ka qenë një skenari turpshëm nga ana e Albin Kurtit, edhe Albin Kurti mendoi që me Fatmir Shehollin do të fitoj vota. Realisht qytetari i Republikës së Kosovës e ndeshkoi shumë rand, sepse në nivel të vendit Albin Kurti doli si parti e tretë, mbas Partisë Demokratike edhe Lidhjes Demokratike. Zoti Zeka, për të ndalit tek USB-ja, mund ta tregoni diçka më shumë çfarë kishte brenda saj tek ajo që u dorëzuat? Po s'kam çka të tham më shumë se çdo gjë e kam publikuar tek portali Parrotlla ORG. Aty janë të gjitha audioincizimet, të gjitha transkriptet. Unë veç materialin të cilin e kam marrë, ja kam dhënë 2 gazetarëve të mi, edhe ata e kanë publiku, ata e në marrë me atë punë, ndërsa përgjegjësinë për çdo publikim e marrën, jo gazetarët e mi. Zoti Zeka, për te figurës e gazetarit analistit të zotit Sheholli, që ju thatë pak më lart që nuk ka media që nuk ka dalë në Shqipëri, por nuk ka dhe personazh ndoshta të rëndësishëm që nuk ka bërë foto në Kosovë. Për te kësaj, ju çfarë vlerësimi keni për të si figurë kontroverse? Unë nuk i vlerësoj individ e kolegët e mi ose dikan tjetër me cilët unë pi kafe. Vlerësimin e tij e ban shteti. Çdo gjë që ti ban e pagun fakturën për vete, unë për vete, Fatmir Sheholli për vete. Unë Fatmir Sheholli nuk e kam pas mik privat. Domthon, sikur unë e ti jemi taku ndonjëherë fizikisht ne dy. Jo. Asnjëherë. Më thirrën telefon, the don lutën disa herë më ke telefonu, po t'jap intervistë. Ti mund me kod çuni më i mirë i Tiranës, mund me qenë idioti ose kriminali më i madh, mund me ka vrasës, çka di unë, po nëse ke bëni vepër ti e pagun te organet e drejtësisë. Njësoj edhe për mu, nëse unë e baj diçka e paguaj unë. Nuk kam unë vlerësim, e vetmja gjë që unë i kam pas thonë mati Fatmir Shehollit, duke u nis nga ajo që ai ka punu në organet e shërbimit sekret të ish Jugosllavisë, publikisht ka punu, e din të gjithë, unë i kam pas thonë që nuk po e shoh normale ti me dal, domethënë 24 orë në për televizione. Ashtu siç nuk e shohën. Bëni një analizë edhe tek ata të cilët ju shkoni për të dhënë intervistë, për të cilët pak ditë më parë, pa përmendur emra, keni thënë që janë bita atyre që na dënuan një pjesë në atë sistem. Edhe sot janë në media. Drejtues emisionesh, më the thash. Po, unë shkoj te mediumi, jo te personin fjalë. A kupton? Po këta emra janë të shumë? Janë të shumt këta emra, janë të shumt në media apo janë me gishtat e dorës në Kosovë? Jo, mërë janë të shumt media si në Kosovë, si në Shqipëri. Pse në Shqipëri mos është më mirë? Nga që po flasin për bashkëpunimin me UDB-n, me ish Jugoslavinë. Se edhe në Shqipëri kemi shumë ose kemi hapur akoma dosje tamam. Me bashkëpunim me UDB-n, me bashkëpunim me sigurimin e shtetit shqiptar, spijojt sigurimit të shtetit shqiptar, sigurimi i shtetit shqiptar ka qenë pjesa dërmuese e udhëhequr nga shërbimi sekret Jugoslav, veten Enver Hoxha kur i ka dënu, domethënë krejt Kadri Hasbiun e Beqir Ballukun e Ren që i ka dënu, i ka akuzu si spijoj e bashkëpunëtor të Jugoslave drejqit e Dbirit. Domethënë, e njëjta situata është si në Shqipëri, si në Kosovë, sepse klasa politike, duke qenë vetë zhytur në përdosje, nuk pranoj që të hapen dosjet. Shko pak në arkivin e sigurimit shtetit, atje, je djali i ri, ti s'ke pas mundësi me u bë spion i sigurimit, shko shikoj dosjet e kolegëve tu,
Shko shikoj çfarë nickname kanë pas ata në përsigurim të shtetit. Me që jeni këtu, edhe ju shquheni për faktin që jeni drejt për drejt,